Për këto shenja të zodiakut, mbarojnë kohët e vështira. Binjak. Binjak, mund të merrni frym lirisht. Më 14 maj, hëna në tranzit në Trigon me Marsin rinovon energjinë tuaj dhe ju jep një qëllim. Ke kaluar një kohë të gjatë duke luftuar me pasigurinë, por tani ret po largohen dhe e sheh qartë se çfarë duhet të bësh. Ndihesh më i sigurt në marrjen e përgjegjësisë për situata që dikur ndiheshe se nuk mund t'i përballoje. Aftësia juaj për të përshtatur është më e fortë se kurrë. Dhe tani është koha për të kapërcyer çdo frikë dhe pasiguri. Trini i hënës me Marsin ju mundëson të çliroheni nga hezitimet dhe të bëni hapa të guximshëm përpara. Ujori. Trini i hënës me Marsin është këtu për t'ju dhënë qartësinë dhe forcën që keni kërkuar. Je përballur me shumë sfida, por ky tranzit të ofron një çlirim të fuqishëm. Ju e doni ndryshimin dhe mendimi juaj inovativ nuk mund të lihet pas dore. Prandaj duke filluar nga sot po ndryshoni mënyrën se si përballeni me situata. Ti merr kontrollin e rrugës, sate dhe pengesat që dikur dukeshin të pakapërcyeshme tani janë lënë më njanë. Je gati të bësh që gjërat të ndodhin dhe asgjë nuk mund të mbajë prapa tani. Nëse kohët e fundit keni ndjerë sikur po mbani peshën e botës mbi supe, është koha të bëni një pushim. Hëna në Trigon me Marsin ju vjen në ndihmë. Po flasim për fillime të reja, barë më të lehta dhe çlirim. Kjo është koha e duhur për të ndjekur atë që e keni shtyrë vazhdimisht. Tani keni vrullim për të bërë hapa domethënës përpara. Nga 14 maj, do të keni qartësinë dhe guximin për të përqafuar vrullin që ju ofrohet dhe për të besuar se universi mbështet çdo lëvizje tuajën. Ka ardhur koha për të vënë në praktik vizionet dhe ëndrat tuaja. Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.